Imagjino që fluturimi yt I Krishtlindjeve anulohet dhe kompania ajrore të thotë se nuk ke të drejtë për asgjë. Ajo që nuk ta thonë është se, vetëm sepse je mbi 60 vjeç, ekziston një protokoll mbrojtjeje në kushte moti të rëndë që të garanton hotel dhe ushqim pa pagesë. Në këtë dimër të vitit 2026, aeroportet I kanë ndryshuar rregullat dhe sot do të tregoj 8 truket që po përdorin për të zbrazur xhepat dhe si të mbrohesh. Truku numër 1 është gënjeshtra më e rrezikshme që po bën që mijëra njerëz të humbasin fluturimet këtë vit. Hajde, ta nisim. Numri 8, bllokimi parashikues I lidhjeve dimërore. Ky është, pa diskutim, truku më agresiv dhe më I sofistikuar I këtij viti. Kompanitë ajrore kanë futur një software të inteligjencës artificiale të gjeneratës së fundit, I quajtur shtresa e mbrojtjes së rrjetit. Si funksionon? Sistemi monitoron motin në kohë reale dhe, nëse fluturimi yt I parë vonohet vetëm 15 minuta për shkak të borës ose shkrirjes së akullit në krah, inteligjenca artificiale e merr si të mirëqen që nuk do ta kapësh lidhjen. Edhe pa ulur ti ende, sistemi ja ka shitur vendin tënd në fluturimin e dytë një pasagjeri tjetër nga lista e pritjes. Kjo është shkatëruese për udhëtarët e moshuar, sepse sistemi u jep përparësi pasagjerëve më të rinj me udhëtime biznesi. Dhe më e pafalshmja është se shumë herë, fal errave nga prapa, avioni e rikuperon kohën dhe ti shkon te porta e lidhjes në kohë, vetëm për të zbuluar se nuk ke më vend. Mbrojtja jote kryesore, mos prit të zbresësh nga avioni. Përdor mesazhet përmes Wi-Fi në bord për të kontrolluar kartën tënde digjitale të embarkimit. Nëse sheh që vendi yt është zhdukur, mos u trem. Sapo të ulesh, shko drejt te sporteli dhe thuaje fjalë për fjalë këtë frazë ligjore. Kërkoj kompensim për refuzim të pavullnetshëm të embarkimit për shkak të një anulimi parashikues të gabuar, sipas rregulloreve të vitit 2026. Kjo terminologji teknike I detyron të mos të trajtojnë si turistë të hutuar dhe të ofrojnë menjëherë kupona hoteli, ushqim ose kompensim në para, që mund të jetë mbi $600. Numri 7, kurthi I valixhes së fortë të kabinës. Në këtë dimër të vitit 2026, agjentët të porta e embarkimit kanë marrë udhëzime të rrepta nga drejtuesit për të rritur të ardhurat nga bagazhet. Protokolli është I qartë, nëse ndarjet e sipërme mbushen rreth 70%, valixhet me guask të fortë janë të parat që dërgohen në baule, me një tarifë administrative deri në $90. Kompanitë ajrore e dinë që të moshuarit shpesh përdorin valixhe të forta sepse zgjasin më shumë dhe shtyhen më lehtë, prandaj bëhen shënjestër perfekte. Truku I fshehtë për t'ua fituar lojën, ndërroje valixhen me një çantë pëlhure të errët ose material fleksibël, tip dufle. Agjentët janë të trajnuar t'i dallojnë vizualisht valixhet e forta nga volumi, por çantat prej pëlhure I lën të kalojnë shumë më shpesh, rreth 60% më shpesh, edhe kur janë po aq të mëdha. Numri 6, mashtrimi I sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të udhëtimit. Me stuhit ekstreme të vitit 2026, shumë kompani ajrore I kanë përditësuar aplikacionet me dritare, alarm shëndeti. Të sugjerojnë se, për shkak të motit dhe rreziqeve të gripit sezonal, është e detyrueshme ose shumë e rekomanduar të blesh sigurimin e tyre për persona mbi 60 vjeç. Kjo është një gënjeshtër e ndërtuar mbi frikën. Ajo që nuk duan të dish është se, nëse ke kartë krediti të nivelit ARI, platini ose më lartë, shumica e këtyre kartave përfshin tashmë sigurim të plot udhëtimi që mbulon emergjenca mjekësore jashtë vendit. Po ashtu, nëse udhëton në Evropë ose ke marrëveshje ndërkombëtare të sigurimeve shoqërore, je I mbuluar. Mos bjerë në kurth të paguash edhe $60 apo $100 për një sigurim që e ke tashmë. Truku këtu është I thjeshtë, nëse një agjent të bën presion, nxirr kartën fizike dhe thuaju me siguri se asistenca globale e udhëtimit dhe mbrojtja ndaj ndërprerjeve dimërore është aktive dhe e verifikuar. Kjo e ndal menjëherë shitjen agresive. Numri 5, mbikëqyrja e stresit biometrik në kontrollin e sigurisë. Ky është ndoshta pjesa më shqetësuese e listës. Në dimrin e vitit 2026, TSA dhe disa agjenci ndërkombëtare sigurie kanë vendosur kamera me rezolucion të lartë dhe sensor termik në pikat e kontrollit. Këto kamera zbulojnë rritje të temperaturës në fytyrë dhe dridhje shumë të lehta të duarve, shenja që I lidhin me stresin e dikujt që fshet diçka. Problemi është se, për një të moshuar, të ftohtit e aeroportit, radhët pa fund, ose gjendje si Parkinsoni apo diabeti mund t'i ndezin këto alarme biometrike të rreme, duke të çuar në një kontroll të thelluar që mund të zgjas me orë të tëra.
Plani yt I mbrojtjes: mbaj me vete një kartë të printuar njoftim mjekësor. Kur të dalësh përballë oficerit para se të fillojnë të vëzhgojnë, jepja bashkë me pasaportën. Duke deklaruar paraprakisht një gjendje që mund të sjellë djersitje ose dridhje, ti ja çaktivizon automatikisht protokollin e dyshimit për sjellje. Në shumë raste, sapo e shohin kartën, stafi për etikë dhe për të shmangur një incident shëndetësor nën përgjegjësinë e tyre, të kalon te radha prioritare ose te asistencë speciale. Para se të vazhdojmë, abonoju në kanal. Na ndihmon jashtë mase me një klikim të thjeshtë. Shkruaj në komente nga na sheh dhe ku do të doje të ishte udhëtimi yt I radhës. Numri 4. Vendi I mirësjelljes për shëndetin e nyjeve. Pak veta I njohin rregulloret e reja shëndetësore të aviacionit për vitin 2026. Për shkak të rritjes së rasteve të trombozës venoze të thellë në fluturime të gjata gjatë dimrit, kompanitë ajrore tani janë të detyruara të mbajnë një rresht vendesh me hapësirë të zgjeruar për këmbët, jo të daljet e emergjencës, për pasagjerë që vërtetojnë nevojë lëvizshmërie. Por ky përfitim nuk do të shfaqet kurrë në aplikacion kur zgjedh vendin, sepse preferojnë t'ia shesin një pasagjer të ri për $150 më shumë. Si ta marrësh pa paguar, mos u mundo ta bësh online. Truku është të shkosh te sporteli I portës së embarkimit pikërisht 30 minuta para se të fillojë hipja. Afroju agentit dhe përdor këto fjalë kyçe: dua të pyes nëse rreshti për nevojë mjekësore, për shkak të lëvizshmërisë së nyjeve, ka ende vende të lira për këtë fluturim. Agentët kanë të drejtë diskrecionale të ndryshojnë vendin pa pagesë nëse fluturimi nuk është në kapacitet të plotë. Kur përmend një nevojë shëndetësore të lidhur me qarkullimin, sistemi ua lejon ta bëjnë ndryshimin si mas parandalimi rreziku. Numri 3. Truku I ilaçeve pa recetë. Kompanitë ajrore I kanë shtrënguar aq shumë rregullat e bagazhit këtë dimër, sa tani peshojnë edhe sendet personale. Por ka një boshllëk ligjor në rregulloret ndërkombëtare të transportit që atyre u vjen inat ta përdorësh. Pajisjet mjekësore dhe furnizimet shëndetësore nuk llogariten në kufirin tënd të peshës apo të numrit të çantave. Sekreti profesional: mund të marrësh një çantë shtesë me madhësi të arsyeshme vetëm për ilaçet, aparatin e tensionit, nebulizatorin ose edhe një jastëk ortopedik për qafën, dhe kompania ajrore nuk ka të drejtë ligjore të tarifojë. Nëse një agent të thotë se ke shumë çanta, ruaj qetësinë dhe thuaj u prerë: kjo është çantë me pajisje asistuese mjekësore, e rregulluar nga normat ndërkombëtare të aviacionit dhe është e përjashtuar nga tarifat e bagazhit. Do ta shohësh si u ndryshon menjëherë sjellja. Kjo të liron hapësirë në valixhen kryesore për rrobat e dimrit, pa paguar për një valixhe të dorëzuar që kushton $60. Numri 2. Zbritjet tarifa gri që nuk publikohen. Për muajt janar dhe shkurt të vitit 2026, kompanitë ajrore kanë një problem: avionët shpesh nisen gjysmë bosh në ditët e ftohta ekstreme. Për ta luftuar këtë, kanë krijuar të ashtu quajturat tarifa gri. Janë çmime speciale me deri në 25% zbritje për persona mbi 62 vjeç, por kanë një grackë: janë të programuar të mos shfaqen në motor kërkimi si Google Flights apo Expedia. Këto zbritje I fshehin sepse preferojnë që të rinj të paguajnë çmimin e plotë. Për t'i marrë, duhet të kthehesh te mënyra klasike, telefono ose shko në një zyrë fizike të kompanisë në aeroport. Duhet të kërkosh shprehimisht të flasësh me një përgjegjës shitjesh dhe të pyesësh për tarifën e përfitimit senior për sezonin e ulët dimëror. Kompani si Iberia, Delta ose Latam I mbajnë këto kuota të hapura që avioni të mos ngrihet me vende bosh. Është një përfitim I heshtur që e marrin vetëm ata që guxojnë të pyesin. Dhe tani, më në fund, truku numër 1, gënjeshtra më e rrezikshme që po bën mira njerëz të humbasin fluturimet këtë vit. Numri 1, gënjeshtra e 3 orëve më herët. Këshilla tradicionale për të shkuar 3 orë para për fluturime ndërkombëtare dhe 2 orë për ato vendase ka vdekur në dimrin e vitit 2026. Kriza e stafit dhe protokollet e reja të sigurisë I kanë bërë pritjet të paparashikueshme. Vitin e kaluar, 23% e udhëtarëve të moshuar I humbën fluturimet dimërore edhe pse kishin mbërritur në kohë, sipas kompanisë ajrore. Kompanitë nuk të paralajmërojnë për këtë kolaps sepse përfitojnë nga tarifat e ndryshimit të rezervimit në minutën e fundit, që këtë vit kanë shkuar në $200. Strategjia kryesore e mbijetesës: nëse fluturimi yt niset para orës 9 të mëngjesit, që është orari kulmor I stuhive, duhet të jesh në aeroport 4 orë më herët. Por ja truku I vërtet që të mos rrish gjithë atë kohë në këmbë në radhë:
kërko shërbimin asistencë me karrocë në rezervimin tënd elektronik 48 orë përpara, edhe nëse ecën fare mirë. Kur të mbërish, stafi i asistencës do të marrë dhe do të kaloj nga hyrje dhe korridore shërbimi, madje edhe nga radhë prioritare, duke ta kursyer kaosin e kontrollit të përgjithshëm. Dhe kaq ishte. Tani që i njeh këto 8 strategji mbrojtjeje për dimrin e vitit 2026, mund të lëvizësh në çdo aeroport të botës me sigurinë e dikujt që i njeh vërtet rregullat e lojës. Nëse kjo hetime të ka shërbyer, mbështete videon si të vijë përmbar, kjo na ndihmon të vazhdojmë të nxjerrim në pah këto truke. Ne do të vazhdojmë të hetojmë që askush të mos përfitojë nga përvoja jote. Shihemi në videon tjetër. Udhëtim të mbar.